faktikisht për përvojës juve që temen, po dhe krejt tjerve që, më thonë, krejt tjerve që edhe i referoj, e kanë shumë probleme i sheqerin prej kafës e për qajt fillimisht. Shumë më të vështirë kanë me hek sheqerin se sa që hekin çokolladat ose ëmbëlsira të shtesë që i hajnë. Po ata persona që hekin sheqerin prej kafës edhe prej qajave, është e pa mundu me këthy prapë. Më thonë nuk ju shijan. Një kemi rastin konkret të Saranda që ja kena ik bukën e borsht, e kena arrit një emision kështu shumë të madhë. Nuk është që ke ungër qatë shumë, po faktikisht tash në momentin që ti për pak në është e provën, dhe më thonë e ki rastin konkret të vetja, dhe më thonë një, sidomos, përgjithsi karbohidrati i thjesht, në momentin që mësu është pa to, nuk mund e vetë e vrejnë reagimin, edhe pse na nëse veç në të gjujmë organizmin edhe pa e ndërprej e vrejmë problemin, po realisht një farformë si kur mësuëm atë kalëm komoditet, po me qatë ndjesi edhe nuk e ki problem. Njojnë plot njerës që kërkojnë zgjidhje për tartinën, përderisa nuk i largojnë ushqimet që ja shkaktojnë tartinën. Me thonë, shembulli ideal i një pjesët e madhe të shoqërisë tonë.